Para pak javësh, legjenda e kinematografisë botërore Clint Eastwood la një intervistë dhe fjalët që ai ka thënë ka prekur miliona njerëz. Ndoshta dikush e ka lexuar, por dëgjojeni me kujdes sepse prek këdo. Fjalët që ai ka thënë, ai po i përshkon tani sepse është një periudhë vërtet delikate. Duhet të dini që Clint Eastwood tani është 96 vjeç, por atë që ka thënë në atë intervistë mua më ka prekur personalisht, sepse ju thash se cilin prekin ato fjalë dhe që të gjithë do kalojmë në atë periudhë, pra në periudhën e pleqërisë. Në vitin, me fjalë, para kur ai mbushi 90 vjeç, ashtu si thot dhe në intervistë, mendonte që do të vazhdonte dhe pak. Në fakt ai kur mbushi 90 vjeç tha, unë do vazhdoj ende, që të bënte edhe filma të tjerë. Mirë po, kuptoi disa gjëra të rëndësishme që në vitin 2024 e braktisi kineman. Pra ai filmat e fundit i bëri si regjisor. Dhe kanë qenë një nga filmat më të suksesshëm të periudhës së tij ose të karrierës së tij. Dhe në këtë intervistë ai flet haptazi se çfarë e pret ose çfarë po përshkon ai në këtë periudhë, pra si një pensionist ose si një plak, si një moshuar, ai thot si plak. Pas moshës 90 vjeç, thot ai, fillon edhe trupi lodhet. Ti nuk ke më kohë, thot, për asgjë. Dhe ndërkohë, thot, kur ti shkëputesh nga puna, shkëputen edhe njerëzit. Është normale, thot, por kjo është vuajtja më e madhe, sepse është psikologjike. Deri dje ti ke qenë me shok, me miq, pra në këtë rast edhe duke patur edhe kontakte me televizionet, me fansat, etj. Dhe në një moment të caktuar pastaj bie. Je në një status neutral. Askush nuk të merr më në telefon. Askush nuk të afrohet më. Janë pak ata që të afrohen. Janë vetëm familjarët. Ndonse edhe këta fillojnë edhe zbehen. Pse zbehen? Sepse fillimisht zbehen shokët dhe miq që ti ka qenë deri dikur. Disa prej tyre nuk jetojnë më. Dhe nga ky moment fillon brenga jote. Dhe thua, po unë pse po jetoj? Dhe e shikon që në vend që të jetë pleqëria një moment i bukur, një moment i qetë, është krejt ndryshe, është vetëm vuajtje. Sepse ti fillon me vuajtje dhe e përfundon me vuajtje. Që i vogël ti mundesh që të bësh karrierën tënde, të jesh i famshëm, të punosh, apo edhe thjesht një njeri i thjesht. Por me kalimin e kohës ti nuk ke kohë. Nuk ke kohë as ta mendosh këtë, sepse sapo fillon edhe mendon, erdhi momenti që ti po plakesh dhe je pensionist. Dhe nga ky moment fillojnë problemet të tjera. Pra nga ky moment fillon ajo që quhet periudha e fundit e jetës tënde, thot ai, sepse e kupton që të gjithë të trajtojnë, pjesa dërmuese më të vegjël se ty, të trajtojnë si plak. Dhe shpesh ne, me një fjalë unë i moshës sime, thot ai, nuk i kam lexuar asnjëherë këto fjalë dhe unë po ja u them si po ndjem unë, thot. Unë filloj dhe ndjem duke përsëritur të njëjtat fjalë, sepse ku do të shkoj mendja? Ti nëse punon çdo ditë ke se përse flet. Pra ti gjatë kohës që punon, flet për diçka tjetër, ose duke qenë me shokët, me miqt, me familjarët, po flet sepse ke diçka. Pra diçka që ti tek puna, diçka ndodh dhe ti flet. Mirë po kur nuk ke më punën, ti do flasësh për të kaluarën. Dhe ti i përsërit ato. Kjo është arsye, thot ai, që të pleqt përsërisin të njëjtat gjëra. Përsërisin ato të dikurshme se s'kan më. Pastaj mendja, truri fillon dhe të le. Ti nëse nuk e aktivizon trurin tënd, fillon dhe të le, sepse nuk arrin dot që ta mbaj pra atë pesh. Dal nga dal, edhe njerëzit e familjes e kuptojnë që ti je jashtë loje, çdo të thotë kjo. Nuk je në të njëjtin diskutim dhe në të njëjtin nivel me ta, sepse janë më të rinj, fëmijët janë më të rinj, nipët dhe mbesat, dhe ata nuk flasin me ty ashtu siç flasin me periudhën ose me rininë e tyre, por edhe me periudhën time. Sepse periudha ime ka mbaruar, ka marr fund. Dikur unë kisha një mënyrë tjetër, pra të komunikimit me shokët dhe me miqt, në atë moshë që janë ata sot. Dhe normal që duke ecur përpara, bota dhe njerëzimi evoluon. Dhe kështu që detyrimisht ndryshojnë. Pra ndryshon bota, ndryshon teknologjia, ndryshon çdo gjë. Dhe ti je i detyruar që ti përshtatesh.
normal, thot, që ti përshtatesh. Se cili i përshtatet në çdo moment të jetës. Por është ky fakti, thot, që unë dukem i ndarë, thot, me fjalë jo vetëm unë, po e kam fjalën, thot, për të gjithë pleqt, i ndarë, thot, nga jeta. Ishte ky, thot, shkaku që unë kryeva këtë intervist, me qenë se ma kërkove, i tha të bijës mbesës, sepse i kërkoj një intervist. Dhe ai në vitin 2024 thash regjin, la punën. Dhe këto 2 vjet, si thot ai, kanë qenë 2 vjet shumë më të egra se sa 20 vjet rresht. Është e rëndë që të dëgjosh këto fjalë. Me një fjalë, në këto 2 vjetët e fundit, thot, unë nuk po them, thot, që jeta nuk është e bukur. Nuk po them, thot, që unë nuk jam i gëzuar, sepse sot jam 96 vjeç. Dhe unë jam te jetë i gëzuar. Bëra aq sa munda dhe arrita aq sa arrita. Dhe jam i gëzuar për jetën që kam bërë. Dhe të gjithë bëjmë gabime dhe unë kam bërë gabime, por sidoqoftë unë i pranova të gjitha gabimet dhe jam këtu sot. Por unë flas, thot ai, për atë që ka ndodhur në pleqëri. Pra pas moshës 70, 80 ose në këtë rast, thot, pas moshës 90 vjeçare. Pra jeta tashmë, thot, është monotone. Unë nuk flas me të gjithë si dikur. Jam i mbyllur në shtëpinë time, bëj lart e poshtë aty tek shtëpia, sepse fillon, thot, edhe problemi. Rrugët e frymarrjes nuk janë më si më përpara. Nëse bëj 2 hapa sot, më krijon probleme dhe unë nuk arrit dot që të eci, sepse pas pak më duhet të ulem. Dhe është kjo, thot, që edhe unë edhe po të dal, me një fjalë me shokët, do dal 5 metra, 10 metra, po nuk mundem dot. Sepse 96 vjeç, si do të mundem unë tani? Edhe me bastun që e bëj, prap mosha bën të veten. Dhe ashtu siç edhe frymarrja është edhe truri, pa dyshim, thot. Por unë po e lë këtë intervistë dhe këto fjalë, thot, tani, thot, që truri im, thot, është ende në qarkullim, me një fjalë ende aktiv. Se me kalimin e kohës edhe truri, thot, degradohet, dal nga dal. Ashtu siç degradohet gjithë trupi. Kockat tashmë më dhemin, thot, çdo kock. Më dhemin jo vetëm kockat, por edhe mishi, thot, nëse më prek, thot, më dhemin muskujt. Sepse kanë bërë punën e tyre. Dhe tani, thot, erdhi momenti, thot, që të degradohen. Dhe do shkoj, thot, atje ku erdha. Dhe është kjo arsyeja, thot, që të vret më shumë. Pra ne kur mendojmë, thot, që do shkojmë në pleqëri dhe do themi që ne në pleqëri do jetojmë të gëzuar me nipart dhe mbesët, do bëjmë një jetë nga si pensionist, shumë njerëz, thot, e festojnë. Për mua, thot, nuk ka qenë asnjëherë fest, sepse në momentin që unë dola në pension, unë prap vazhdova punën. Por unë po flas, thot, sot, po flas në një tjetër këndvështrim, pra në këndvështrimin e një plaku që po numëron ditët e tij dal nga dal, duke numëruar edhe të gjitha ato çka dhimbjet, brengat, dashurinë, punën dhe kujtimet, sepse jeta është plot me kujtime. Pra në fund të fundit, thot, unë e shikoj, thot, si një dhimbje pensionin se sa si një lumturi. Dhe nuk po e them këtë sepse nuk jam i lumtur. Absolutisht jo, unë jam shumë i lumtur, thot, për atë që kam bërë dhe ku kam arritur. Por, thot, do të ishte më thjesht, thot, për një trup, thot, njerëzor, që vuajti, sepse erdhi në këtë jetë i vogël, filloi vuajti, punoi dhe erdhi në momentin e pensionit. Nga tani e tutje duhet të ishte më thjesht. Pra, megjithatë, thot ai, ashtu siç e bën edhe me një parashtesë, një prapashtesë të bukur, thot, megjithatë, thot, Zoti i ka menduar perfekte që të gjitha gjërat, dhe ndoshta edhe në këtë rast, thot, i ka menduar mirë. Dhe nuk na lë gjë neve, thot, që ta mendojmë sot, thot, se ndoshta harrojmë disa gjëra ose nuk dim të shtojmë disa gjëra, thot, që janë pjesë e jetës së njeriut, pra pas moshës 60-70, pra të pleqërisë. Megjithatë, thash, të gjithë do kalojmë në një situatë të tillë, që të gjithë. Dhe duhet, ashtu siç thotë edhe Clint Eastwood, të përgatitemi, thot, psikologjikisht, sepse është shumë më e vështirë, thot, jeta si pleq, thot, se sa kur je i ri, thot, dhe thua që kam shumë punë dhe jam super i ngarkuar. Dhe unë jap të drejtë, por ndonjëherë them jo, nuk jap të drejtë, sepse kisha vendosur ta bëja para ca ditësh këtë video, se shikoj një të moshuar përpara shtëpisë që është 92 vjeç.
përpara shtëpisë time. Ai merr bastunin, shkon, pin kafe me shokët, i ka vdekur dhe gruaja para ca viteve, dhe ai dal nga dal, kthehet, lan rroba, përgatit për të ngrënë, pra i bën të gjitha vet. Ndoshta ai duke qenë gjithmonë në lëvizje dhe duke mos patur një asistencë, pra i bën vet, kjo ndoshta e shtyn akoma më shumë që të jetë më mirë psikologjikisht. Megjithatë, është 92, nuk është 96 vjeç si Clint Eastwood. Dhe ndoshta, këto që po thash më përpara, ndoshta i bën dhe Clint Eastwood, por kjo varet edhe nga njeriu, sepse jo të gjithë jemi njësoj. Secili ka dhimbje ose nuk ka dhimbje. Secili ka dhimbje në krah, dikush tjetër i ka në kokë, dikush tjetër në këmbë, dikush në tru etj. Pra, secili ka jetën e tij dhe ka vuajtjet e tij. Megjithatë, pres komentet tuaja çfarë mendimi keni për këtë argument dhe unë shpresoj që të jetoni pafund shqipe. Hajde, unë po bëj 2 hapa ndërkohë. Natën.